Horoskopi ditor 3 nëntor 2025, dashi, në orët e para të ditës mund të përballesh me disa ngatëresa, keqkuptime apo teprime, i dashur dashi. Mund të kesh ndjesinë se njerëzit rreth teje nuk po të kuptojnë siç duhet, ose se diçka nuk po ecën sipas planin. Mos i merr gjërat personale, ndonjëherë të tjerët nuk dinë si të afrohen, edhe kur kanë qëllime të mira. Nëse dikush sillet në mënyrë të ftohtë apo e pasigurt, mos e gjyko menjëherë. Koha do ta tregojë se ndonjëherë heshtja është vetëm një formë mbrojtjeje, megjithatë, ndërsa dita përparon, energjitë ndryshojnë. Një bashkëpunim i bukur mes Marsit dhe Neptunit sjell qetësi dhe ngrohtësi në sferën intime. Mund të ndihesh më afër me dikë që të kupton pa fjalë, ose të ndjesh nevojën të lësh pas të shkuarën dhe të gjesh paqe me veten. Kjo është një ditë e mirë për të besuar në ëndrat e tua, për të frymëzuar dhe për të ndjekur rrjedhën e jetës pa e shtyrë me forcë. Dëshirat, emocionet dhe intuicioni do të bashkëpunojnë në harmoni. Besimi në veten tënde do të jetë qelësi, sepse sot universi të fton të mos luftosh me rrjedhën, por të notosh në të. Demi, në orët e para të ditës, mund të ndjesh sikur dikush po fshet diçka prej teje, i dashur Demi. Kjo mund të ngrej dyshime apo pasiguri, por sot nuk është dita për të ushtruar presion apo për të kërkuar sqarime me ngull. Durimi do të shpërblehet, mund të ketë situata shoqërore apo profesionale që duken të paqarta, si një mjegull që nuk lejon të shohësh qartë. Mos u shqetëso, gjithçka do të bëhet më e qartë me kohën. Ndonjë mosmarrëveshje e vogël ose vendim i vështirë mund të bëjë të ndalesh e të reflektosh, dhe pikërisht kjo pritje mund të të ndihmojë të kuptosh çfarë dëshiron vërtet, por ndërsa dita përparon, gjithçka ndryshon. Energjia bëhet më e lehtë, më e ngrohtë, më miqësore. Njerëzit rreth teje duken më të kuptueshëm dhe më bujar. Mund të ndjesh një lidhje të thellë me dikë, një ndjenjë mirëkuptimi që sjell qetësi dhe gëzim. Një mik ose partner mund të luajë një rol pozitiv, duke të ndihmuar të lidhesh me dikë të rëndësishëm apo të kuptosh më mirë ndjenjat e tua. Sot, liria dhe pranimi reciprok janë qelësi i çdo marrëdhënieje. Lëre zemrën të udhëheq, sepse sot ajo di rrugën më të shkurtër drejt lumturisë. Binjakët, sot mund të ndihesh i ndarë mes dëshirës për kënaqësi dhe ndjenjës së përgjegjësisë, i dashur binjak. Një pjesë e jotja kërkon relaks, dashuri dhe pak shpërqendrim, ndërsa tjetra të kujton detyrat dhe angazhimet që nuk mund t'i shmangësh. Duket sikur të dyja këto anë përplasen, por nëse gjen ekuilibrin, dita mund të surprizojë për mirë. Me Venusin që ndriçon sferën e kënaqësisë në hartën tënde, nevoja për dashuri, art apo pak luks shpirtëror është më e fortë se zakonisht. Megjithatë, jeta e përditshme mund të kërkojë vëmendje dhe përkushtim. Mos e injoro asnjërin, jepi vetes pak pushim pa lënë pas dore përgjegjësitë. Ndërsa dita përparon, energjia bëhet më e qetë dhe frymëzuese. Fal ndikimit të Marsit me Neptunin, fillon të kuptosh se shqetësimi dhe mendimet e tepërta nuk të çojnë askund. Në vend të tyre, një frymë e re qetësie dhe besimi mbush mendjen tënde. Ky është një moment i mirë për të çliruar stresin me aktivitete fizike, shëtitje, ose për të ndihmuar dikë tjetër që ka nevojë për ty. Një ide e re në lidhje me punën apo shëndetin mund të të ndryshojë rrjedhën e ditës dhe të sjellë përfitime afatgjata. Në fund të ditës, do ta kuptosh se problemet zgjidhen më lehtë kur ndalon së luftuari me to, kur i jep vetes pak frymëmarrje dhe e lejon kreativitetin të bëjë punën e vet. Gaforja, sot mund të ndihesh sikur dëshiron të mbyllesh në botën tënde të vogël, të rrethuar nga njerëzit që të japin siguri dhe dashuri, i dashur Gafore. Shtëpia, kujtimet, aroma e një ushqimi të njohur, të gjitha këto të sjellin paqe. Por ndërkohë, mendja jote mund të endet tek çështje të jashtme që kërkojnë vëmendjen, duke ta bërë të vështirë të relaksohesh plotësisht. Në zemrën tënde ekziston një përplasje e lehtë, një pjesë kërkon ndryshim, aventurë, diçka të re, ndërsa tjetra ngul këmbë për qetësi, stabilitet dhe rutina të njohura. E vërteta është se të dyja kanë vendin e tyre, dhe nëse arrin të gjesh ekuilibrin mes përgjegjësisë dhe pushimit, dita mund të kthehet në një bekim të fshehtë. Në orët e para mund të ketë keqkuptime apo tensione të vogla me njerëzit e afërt, por mos lejo që kjo të ndikojë.
Ndërsa dita ecën, energjia bëhet shumë më e butë dhe false. Ti fillon të ndihesh më i lirë për të shprehur veten dhe njerëzit e duhur do të kuptojnë pa shumë fjalë. Kjo është një ditë ku falja dhe pranimi janë çelësi. Ndoshta do kuptosh se është më e shëndetshme të lësh diçka pas, se sa ta mbash me vete. Ti shkëlqen kur e ndjek rrjedhën natyrale të jetës, pa u munduar të kontrollosh çdo detaj. Në mbrëmje, mund të ndjesh ngrohtësi dhe harmoni me një mik ose një person të dashur. Një bisedë e sinqert, një kujtim i ndar apo një moment i qetë mund të shërbejë si balsam për shpirtin tënd. Në dashuri, mund të tërheqë dikush që rrezaton forcë, stabilitet dhe besim, pikërisht ato cilësi që ti kërkon në këtë periudhë. Luani, sot mund të ndihesh sikur është e vështirë të arrish një kompromis apo të lidheni me dikë dhe të ndihesh i sigurt për marrëdhënien. Reagimet e ftohta ose të rezervuara mund të të shqetësojnë, por është e rëndësishme të mos i marrësh personalisht. Ndonjëherë dashuria dhe lidhjet shoqërore duken të ndërlikuara, jo për shkak të mungesës tënd, por për shkak të kohës jo të përshtatshme ose pasigurive në punë që shkaktojnë keqkuptime. Por ndërsa dita avancon, energjitë ndryshojnë dhe zgjidhja e konflikteve, edhe brenda vetes, bëhet më e thjeshtë. Ky është një moment i mirë për masazh, kujdes për trupin ose aktivitete që largojnë stresin. Veprimi në çështje emocionale, qoftë duke ndihmuar të tjerët apo duke marrë mbështetje, do të jap një ndjesi lehtësimi dhe qetësie. Ti ndihesh më i sigurt për të kapërcyer pengesat që të dalin përpara. Me harmonizimin e Marsit dhe Neptunit, shpreha fizike dhe krijuese është e dobishme dhe mund të çlirojë nga tensioni. Tendenca jote është të tërhiqesh drejt gjërave që ngrejnë shpirtin dhe të bëjnë të ndihesh i gjallë. Lidhjet familjare sot mund të jenë veçanërisht ngushëlluese. Mund të ndihesh se po merr mbështetjen e duhur ose se po e jep atë në mënyrën e duhur. Kjo është një ditë kur të kujdesesh për shpirtin dhe trupin do të sjellë paqe dhe forcë për të përballuar çdo sfidë. Birgjëresha, sot mund të jetë pak e vështirë të arrish atë që dëshiron në mëngjes, por ruaj energjinë për gjërat që kanë rëndësi. Qëndro i vëmendshëm dhe dëgjo me kujdes, ndërsa shpreh idetë ose dëshirat e tua në mënyrë të butë dhe të matur. Kjo do të sjellë rezultate më të mira. Mbaj mend se disa njerëz mund të duken pak të ftohtë ose të rezervuar, veçanërisht në ndikimin e Venusit dhe Saturnit, i cili mund të krijojë pak ngatëresa sociale. Ndërsa dita avancon, ndikimi i Marsit dhe Neptunit bëhet më i fortë. Shpërndarja e ideve, idealeve dhe qëllimeve shpirtërore me dikë tjetër mund të jetë e kënaqshme, madje edhe të krijojë një lidhje të fortë. Nevojat dhe dëshirat e tua personale mund të dalin në sipërfaqe, veçanërisht ato që zakonisht nuk i pranoni ose nuk i kuptoni plotësisht. Një partneritet mund të lulëzojë, duke të dhënë ndjesinë e një lidhjeje intuitive të fortë. Ndonjëherë është e rëndësishme të dorëzohesh ndaj të panjohurës dhe të lëshësh kontrollin. Kjo mund të forcojë besimin tënd. Dikush mund të ndihmojë të lirosh tensionin ose shqetësimet, ose mund të gjesh kënaqësi duke ndihmuar dikë tjetër në të njëjtën mënyrë. Sot është një kohë e shkëlqyer për të shprehur idetë tuaja ose për të afirmuar veten në mënyra bindëse dhe tërheqëse, duke përdorur diplomaci dhe shpirtmirës. Peshorja, në mëngjes, ndikimi i pakëndshëm midis Venusit dhe Saturnit mund të krijojë pak tension me rutinën tënde, e cila mund të duket e lodhshme ose e mbingarkuar. Një pjesë e jotja dëshiron të pushojë, të kënaqet dhe të shijojë momentin, ndërsa një pjesë tjetër dëshiron të vendosë rregull dhe të rregullojë gjithçka. Nuk mund të injorosh detyrat dhe gabimet, sa të doje. Mos u blloko në dilemën ose provoni të bëni pak nga të dyja në mënyra të vogla. Ndërsa dita avancon, ndikimi i trekëndëshit të Marsit dhe Neptunit lehtëson lirimin e tensionit. Aktivitetet natyrore mund të jenë veçanërisht qetësuese dhe të kënaqshme. Si fotografia, punimi i tokës, qeramika apo çdo gjë që u jep formë ndjenjave të tua. Kjo mund të ndihmojë në shfryerjen e emocioneve dhe krijimin e ekuilibrit të brendshëm. Partneri ose njerëzit e rëndësishëm në jetën tënde mund të jenë më kuptues dhe mbështetës. Sot mund të zbulojë diçka të re mbi punën tënde ose mënyrën se si ta bësh atë më të përshtatshme për misionin tënd në jetë.
Do të ndjesh një lidhje më të fortë me fantazinë, ëndrat dhe anën magjike e krijuese të jetës, edhe në çështjet praktike, përfshirë punën dhe financat, intuita jote do të udhëheqë drejt vendimeve të mira. Do të kesh një ndjesi më të saktë për çfarë mund të jetë një blerje, një lëvizje biznesi ose një strategji e dobishme. Akrepi, sot në mëngjes, ndikimi i pakëndshëm midis Venusit dhe Saturnit mund të bëjë të ndihesh i kufizuar, i pakënaqur me jetën sociale ose të bllokuar kreativisht. Mund të ndjesh se disa aspekte të jetës tënde janë të pabarabarta. Puna dhe argëtimi kërkojnë ekuilibër, sepse nëse i neglizhon njëri, mund të ndikohet i dyti. Pasiguria mund të shfaqet pa pritmas, ose mund të ndjesh një reagim të vonuar ndaj diçkaje që të ka lënduar më parë. Nëse ndihesh i mbingarkuar ose kërkohet vëmendje kur dëshiron pak kohë vetëm, tërhiqu me hijeshi dhe përforco forcën tënde emocionale. Ndërsa dita avancon, shfaqja e mirënjohjes përmes veprimeve të sinqerta bëhet e natyrshme dhe ka efekt të madh. Ndjenja e sigurisë pranë një personi të veçantë të bën mirë dhe reflektohet pozitivisht te ti. Aktivitetet konkurruese dhe bashkëpunuese mund të jenë të suksesshme sot. Edhe pse Marsi në shenjën tënde të nxitit të veprosh, trekëndëshi i tij me Neptunin të inkurajon të marrësh gjërat me qetësi, ngadalë dhe durim. Niveli i energjisë është i ekuilibruar dhe i qëndrueshëm, ndërsa të tjerët të tërhiqen natyrshëm nga prezenca jote. Qëllimi yt sot është të lësh presionin për të kontrolluar çdo gjë dhe të lejosh rrjedhën e jetës. Shigjetari, sot mëngjesi mund të fillojë me energji paksa të tensionuara, pasi Venusi i kënaqësisë formon një kënd të vështirë me Saturnin serioz. Përgjegjësitë familjare ose hezitimi për të dalë jashtë mund të zbejnë pak humorin dhe energjinë tënde. Mund të ndihesh i pasigurt se si të menaxhosh një mik apo një situatë sociale, ose mund të jesh i ndarë mes dëshirës për afeksion dhe kohës për veten. Kur identifikon më qartë përgjegjësitë që janë me të vërtetë të rëndësishme, do të mund të shijosh më shumë ditën. Ndërsa dita avancon, presioni lehtësohet. Ëndrat dhe intuita e thellë janë të fuqishme tani, dhe kjo është një kohë e mirë për të lënë imagjinatën të fluturojë lirshëm dhe për të përqendruar energjinë shëruese brenda vetes. Çështjet familjare ose financiare mund të zgjidhen vetë, fal aftësisë tënde për t'u përballur me situata me durim dhe qetësi. Sot është një ditë për të reflektuar mbi motivet e tua, për të kuptuar dëshirat e fshehura dhe për të vepruar me dëmshuri ndaj vetes dhe të tjerëve. Britsjapi, sot mund të ndihesh i ndarë mes dëshirës për të thënë atë që mendon dhe frikës së pritjes së reagimeve të tjerëve. Një kënd i vështirë mes Venusit dhe Saturnit mund të ulë përkohësisht besimin tënd, dhe komunikimi yt mund të duket pak i rezervuar. Ndonjëherë mund të mendoj gjatë për një përgjigje, por mos u lodh me tepër, qëndro i sjellshëm dhe mos u shqetëso tepër se si do të pritet fjala jote, sidomos në raste më formale. Kur të vendosësh prioritetet e duhura, dita do të bëhet më e qetë dhe më e kontrolluar. Ndërkohë, njëtrin Mars-Neptun forcohet gjatë ditës, duke të dhënë mundësinë të relaksohesh dhe të shijosh momentin. Qëllimet dhe dëshirat e zakonshme mund të tërhiqen paksa në sfond, duke të lejuar të kuptosh nevojat imagjinative ose emocionale që mund të kishe neglizhuar. Sot është një ditë kur bisedat frymëzuese dhe gjestet e ngrohta të tjerëve mund të ndihen magjike. Komunikimi i qëllimeve të tua bëhet natyrshëm, dhe kjo sjell një lehtësi të madhe në ditën tënde. Ujori, sot mund të ndihesh i tërhequr nga gjëra të reja, të provosh diçka ndryshe ose të marrësh një rrugë që të frymëzon, por mund të ndalesh për shkak të mungesës së fondeve ose shqetësimeve emocionale. Një pasiguri e lehtë mund të pengojë të hedhësh hapat e mëdhenj. Mund të ndihesh i mbingarkuar nga vendimet financiare ose çështjet e marrëdhënieve, dhe kjo mund të jetë një shenjë për të pritur pak para se të veprosh. Megjithatë, gjatë ditës, njerëzit janë më të hapur për të dëgjuar dhe kjo krijon një atmosferë të qetë dhe të lehtë. Gjej mënyra për të relaksuar mendjen dhe për të shijuar biseda më intuitive. Respekti dhe sjellja e kujdesshme tani mund të sjellë mundësi të ardhshme për sukses dhe rritje të ardhurave. Instinktet dhe idetë e tua janë të vlefshme, duke ecur ngadalë dhe duke vlerësuar situatën, mund të përparosh më me siguri.
Peshqit sot, peshqit mund të ndihen më të ndjeshëm ndaj situatave sociale dhe emocionale. Fillimi i ditës mund të sjellë një atmosferë të ftohtë ose pak të tensionuar, ku ndjenja e pritshmërisë nga të tjerët ose kërkesat e jashtme mund të ndihen rënduese. Një aspekt i Venusit me Saturnin mund të bëjë të ndihesh i kufizuar ose i vëzhguar, duke të shtyrë të mendosh se duhet të bësh gjithçka për të kënaqur të tjerët. Por, në vend që të stresohesh, ky është momenti ideal për të treguar durim dhe mençuri, duke ruajtur qetësinë dhe ekuilibrin e brendshëm, ndërkohë që dita avancojnë. Energjia e Marsit që harmonizohet me Neptunin tënd të ndihmon të largohesh nga tensionet e panevojshme dhe të fokusohesh tek paqja dhe qetësia brenda vetes. Tani është koha e duhur për të shfrytëzuar intuitën tënde të fuqishme, idetë, ëndrat dhe mendimet e brendshme mund të sjellin zgjidhje kreative për problemet që dukeshin të vështira më parë. Një pjesë e rëndësishme e ditës është edhe të ndihmosh të tjerët. Mund të shfaqet një rast ku dikush ka nevojë për mbështetje, këshill ose ndihmë konkrete, ti do ndihesh i tërhequr për të ofruar ndihmën tënde. Veprimet e tua të vogla mund të kenë një ndikim të madh dhe shpesh do ndihmosh dikë pa e kuptuar se sa shumë e ndihmon veten në të njëjtën kohë, duke sjellë paqe dhe kënaqësi në shpirtin tënd. Kjo ditë është gjithashtu e favorshme për reflektim dhe lidhje me vetveten. Është koha për të kuptuar nevojat që shpesh harrohen në rutinën e përditshme, për të bërë një pasqyrë të brendshme dhe për të identifikuar dëshirat dhe aspiratat më të thella. Mendimi kreativ dhe intuita do të udhëheqin drejt vendimeve të rëndësishme dhe mund të hapin dyrë për mundësi të reja që nuk i kishe parashikuar.